Takimi i radhës i Sali Berishës në kuadër të fushatës zgjedhore u zhvillua në Librazh përballë qytetarëve. Ai solli mesazhe që sipas tij vjen nga Kongresi i Partive Popullore Europiane, të cilët përmes një rezoluti i kanë dhënë mbështetje opozitës dhe kanë denoncuar qeverinë aktuale. Ju sjell përshëndetjet më të përzemërta nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, partisë më të fuqishme që qeverisë sot me 14 kryeministra drejton Komisionin Europian, Parlamentin Europian, të cilët dje votuan me unanimitet një rezolut në mbështetje të secilit prej jush të votës tuaj të fitores Partisë Demokratike dhe denoncuan Edi Ramën, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve. Në qendër të akuzave të Berishës ishte dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun Tauland Balla, të cilën e akuzoi për lidhje me krimin dhe përfitimet palishme nga pushteti. Tao, çfarë fitoi Tao nga votat tuaja? Tao fitoi 100 milion të fshehura, fitoi pasuri, fitoi emër, më të keqin si baloz krimi në Elbasan dhe në Shqipëri. Kreu i Demokrat u ndal gjithashtu edhe te programi ekonomik i partisë së tij, duke premtuar arritje të menjëhershme të mirëqenies për shtresat në nevojë që në 100 ditët e para të qeverisjes së mundshme. 100 ditë të para, miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët nën 500 euro apo 500 euro. Çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit me të cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjertë, çfarë do thot do marrë në vit 450 euro kompensim. Berisha shprehu bindjen se data 11 maj do të sjellë ndryshimin dhe bëri thirrje qytetarëve të votojnë për Partinë Demokratike, që sipas tij është garancia për integrimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Miratoi një rezolut në të cilën gozhdonte Edi Ramën dhe regjimin e tij si një regjim që minon votën e lirë, si një regjim që minon demokracinë, si një regjim që bashkëpunon me krimin, si një regjim që nuk ka të ardhme, si një regjim që s'do të ndorë Shqipërinë në Europë. Ndaj dhe ju bëj thirrje të ndigjoni zërin e miqve tanë që shohin tek Partia Demokratike forcën kryesore politike, të lirive të drejtave të shqiptarëve, të begatimit prosperitetit tyre, të integrimit tyre në Europë. Në fund të fjalës së tij, Berisha reagoi edhe për situatën e krijuar në Hotolisht, ku banorët preken nga projekti për ndërtimin e rrugës Elbasan-Prenjas. Ai kërkoi respektim të ligjit dhe jo urdhra nga lart. Për antarët e forcave të policisë, u bëj thirrje mos shkelmoni mbi djersën tuaj, mbi mundin tuaj, mbi sakrificat tuaja. Ju garantoj se pas 11 maj, çdo orë tyre do paguhet, trajtimi i ri për çdo polic, por mos zbatoni urdhra kriminalësh, komisarësh kriminal që bashkëpunojnë me banda, zbatoni ligjin, jeni shërptor të vërtet të ligjit dhe qytetarëve.